për shpëritje dhe ulurime. Për shpëritje dhe ulurime. Babai Velhamuti dhe nëna Velhamutica nga fshati Katun kanë shprehur dëshirë të djalit të tyre Niko Mangellasit që urojnë prishjen e namazit. Në urim marrin pjesë 4 shlepera me djem dhe 3 prekolica me femna. Ato janë Gjikja, Nikja, Mikja, Tikja, Fakja, Lakja, Nakja, Dakja, Mukja, Dukja, Tukja, Manja, Ganja, Danja, Tanja, Dunja, Runja, Kunja, Kumria, Delia, Baftia, si dhe caucat e caucës hallës tezës nënës Plak, Hirmizja dhe Kërmizja. Vazhdojmë me djem. Hafa, Gafa, Shtrafa, Safa, Gjafa, Tafa, Muli, Buli, Tuli, Guli, Culi, Nuli, Bedi, Dedi, Medi, Nedi, Mili, Dili, Tili dhe Lili. Të gjithë këta zotëri, çiftit të ri ja urojmë sinet llokun në pleqëri. Me këtë urim kam treguar se gratë Plaka dojnë me u martue dhe pleqërit e tyre me i dërbue. Ulurimin e përcjell kënga Pse më hike kur të përzun. Për shpëritje dhe ulurime. Babai dhe nëna paraqiten prej tokës së ftohtë të largët, do me thënë prej fushës, dhe dëshirojnë që vajza e tyre Veshmadhja ta boje bukën hazër për drek. Po ashtu, mos të harroje që specave me patligjona të qese ma shumë boja biber. Në urim marrin pjesë krejt gratë e muhallës që nuk din të pjekin speca, ato janë Gjemilica, Kadrica, Baftica, Nishbedinica, Salica, Abdullahica, Refikica, Besnikica, Rametullahica, Azica, Muaremica, Qazimica, Traktorica, Prekolica, Hamimica, si dhe glavni kitë këtajnve njëherit e ne Shqiponja e muhallës Avdil Kerimica. Urimin e përcjell kënga Sonte kemi darsëm, tatlin e kemi hazë.